rezolutën për njohjen e genocidit serb. Kështu që prandaj shteti më i vogël i Europës i ka shpall luftë Iranit të madh. Ndërkohë nuk ka shpall luftë drejt për drejt Amerika. Kaq e thjesht është dashur. Falenderoj shumë, komandant. Po mus për fund, çka ka mus? A ki diçka për fund? Po, unë për fund komandant deshta më thon kështu. Ama komandant, ama e rëndësishëm është. Ne e Rom, a ne e Shqipëri, në ju që e kem qujt që 130 vjet. Pet. A din sa është rëndësishme, o komandant, une që këj Musa Smojli, pej sotë, që ishtash moment, pej ishtash, të i bisedu, ku dal jashtë, pej jap jetën, sa nuk është rëndësishme për nënën në Shqipëni. Vesh le të jeton në Shqipëri e lirë. Edi Rama, kush mund të është Edi Rama me kap një popull me mytë? Kush mund të është Edi Rama? Kush mund të është për çdo njeri që është? Bravo. Nuk janë të rëndësishëm ata, janë njerëz hisha janë, drogerash janë fucking stupid janë. Komandant, kauza kombëtare është në pyetje. Kauza kombëtare. Prandaj na duhet me luftu bashkë të tonë. Se e kem sot kjo historia, jem ka bojë imunitet. Nesër do të vdesim si kërkushi, po do të lëm marr historia në të hecë të marrën. Jo përmes Edi Ramës, përmes një Mutahirit, babës teme të Athina. Se mundet më konë baba jam. Bab, po mundet më konë një fllëqan që ma hupa dhëmë në bishqani, e vrajat mut. O shumë e vërdet. Respekt komandant. Nuk ka i gore, me atë nuk ka i gore. Shqipëria është me mos e individi. Shqipëria, ato duhet me di çdo një unë vesh kush është i morën në kry, e s'ka trumë, e s'mendon se Shqipëria është me mollë, se individi se më me tonë se gjokushi, se Shqipëria s'është prunë private askujna as, Shqipëria s'është tuke sfajive, po është tuke shqiptarve, e Shqipënisë edhe shqiptarve, Shqipënia dhe Kosova e tukë qytetarëve që jetojnë, po lojnë ato e ju prunë sfajive, po une, po të me sinceritetin më të madh, përderisa nuk e di. As nuk e di kush i brin protestën, veç që shoh qytetar, edhe ta dy vëllezër duhet që gjithë studiatu, që në fakt nuk e di kush ka marrë përsi me protestën në organizimin e protestës mos as mundi, nuk e di më. Du më thoni sinqert nuk kon. E shoh presidentit e partijës, portale edhe televizion e shoh numër të madh qytetarëve, shoh që kanë. Nuk ka parti, janë vetëm qytetar të revoltuar. S'ka parti në protestë, ka vetëm qytetar të revoltuar. Por kanë të ndaluar partit të flasin si kryetar Por partisë. ka parti që marrin pjesë aty për të qenë me njerëzit e tyre, se ne nuk ja ndalojnë dot t'i themi kjo është protesta jonë, janë gjithë qytetarë. Por atje nuk bën dot asnjëri kauzë, se e provoja Gronsheja i dje, e provoja Gronsheja, hodhi shashkën, duam zgjedhjet parakoshme, u çuan gjithë neve dhe sot e mbylli gojen. Se ne nuk kemi dalë as për Agronin, as për Arlinin, as për Sali Berishën, as për Adriatikun, as për ndonjë tjetër. Nuk dalim, sepse po tjetë ajo e organizuar nga ata, i kemi parë se sa mbledhin ata në shesh. Kaq vllai. Kanë dalë të marrë. Faleminderit shumë komandant. Ka mundësi një pyetje. Po, patjetër. Po. Po mirë, e gjëra me dorëçe, bie struktura komplet. Kronë vëllezër në me vendos. Qeveri teknike, ka burra dhe zonja të nderuar që na kanë bë krenar në përbot bac. Po, shumë e vërtetë. Qeveri teknike. Duhet vinë pra, po, një përfaqësues nga Kosova, një përfaqësues nga Ilirida, një përfaqësues nga Amerika, një përfaqësues Bashkimi Kombëtar komandon shpendi. Shpendi ditë bëjmë mirë komunikimin bashkë me Sadrin, bashkë me avokatin, propagandën, influencimin, t'i çojmë njerëzit tek abetarja, te libri. Dhe jo që dali njona thoj, e mora këtë librin se më del bukur kopertina e ngjyra e këtij me ngjyrën e tangave. Në televizion kombëtar ku lexojmë neve portalet për protestën. Ekskluzivisht Top Channelin, nëse do me emrin. Ne kemi një alternativë. Alternativa është qeveri teknike që të përgatisë reformë zgjedhore dhe reformë kushtetuese, që të bëjmë edhe një vend normal. Se po hikin gjithë shqiptarët nga Shqipëria e dashur, po largohen. Ato që bëri Serbi në Kosovë, largoi 1,5 milion shqiptarë nga Kosova, këtë bëri Edi Rama 1 milion, tash do marrë pullë me 1 milion tjerë. Kjo është arsye pse po dalin. Që kime shtu të shka po? Advokat vjen keq. Është krahasim shumë banal të krahasosh dikon me Miloševićin, kjo mu për të unë s'vjen shpreh. Vallai Miloševići komandant. Po na përzejnë o zotri, po na përzejnë, po na dëbojnë. Në që e vishi pyetje thjesht. Po e zgatëm shumë, ja, e zgatëm shumë. Komandant, ata bëjnë një pyetje. Komandant, ata bëjnë një pyetje une, edhe një pyetje veç. Atë kujtohet prin tanë kanë thonë gjithmonë,
për amikun